Shikues të nderuar, Talpo Televizioni ju përshëndes, ju ftoj të ndiqni edicionin informativ të lajmeve. Banorët e 4 njësive administrative në Memalia i Buz luftin Qesarat e Krahës ka një javë pa energji elektrike. Banorët e këtyre njësive vendore po vuajnë mjaftueshëm nga kjo problematike, e cila nuk është e re, por e trashëguar ndër vite. Për këtë arsye, ata janë tubuar në luftim për të protestuar për mungesën e energjisë elektrike dhe marrjen e një zgjidhje konkrete. Banorët e 4 njësive administrative në Memalia i Buz luftin Qesarat e Krahës ka një javë pa energji elektrike. Banorët e këtyre njësive vendore po vuajnë mjaftueshëm nga kjo problematike, e cila nuk është e re, por e trashëguar prej vitesh. Me dhjetra banorë janë tubuar në luftim për të protestuar për mungesën e energjisë elektrike dhe për të bërthirë autoriteteve që të marrin masa konkrete në zgjidhjen e kësaj problematike dhe marrja fund një mirë të problematikave që rrjedhin nga kjo e fundit. Linjat e përsëritjes së energjisë elektrike janë pothuajse të amortizuara dhe sipas banorëve në tonë nuk është vendor prej më shumë se 30 vitesh. Banorët kanë kërkuar ndërhyrje urgjente prej OSHE-s për këtë situatë, e cila është e prershme sa herë që bie shi apo fryn erë. Kemi drita atje. Pse se problemi kryesor janë për shtyllat, janë të arena për tokë. Po të vem tani të shikojmë shtyllat neve, tensioni i lartë është 1 metro në toka. Tensioni i lartë atje. Nuk vem do të jetë vem se kemi mbjellë ca avullinje, nuk vem do të jetë vem të toka atje. Pastaj probleme fshati ka plot. Keni kërkuar shpjegimin nga autoritetet për mungesën e dritave? Ore 100 herë kemi marrë edhe në telefon, nuk kemi thënë edhe asnjëri nuk dhe ujtë në zjarë për të ardhur në fshat. Edhe elektricistat që vinë aty, vinë sa për të thënë se asnjë punë nuk bëjnë. Pa drita, ne kemi një javë pa drita këtu. Fik, dis, pa drita. Qa bëjmë këtu ne? Parat i marrën ta mem. Shtyllat janë kryer të tim 14 anë, nuk zë njëri një gjemë me dorë. Vjen shikon elektricisti edhe këtë e ikën. Ne kemi pasur 3 elektricista këtu në fshat. Këtu nuk ka asnjëna shifi. Ka lajmëron është të vinë, na te pelena të vinë elektricisti këtu na çashu dritat, këtu ka smundje, ka lerje, ka vdekje, ka çdo gjë aty njerëzit. E rrin pa drita. Palja këto tjetë kush i pyet. Por e kjo është blokora i bashkë jugut. Ishte një planifikuar kemi 75-ën edhe ngeli tash. E dyta problemi elektrikës. Bashkit duhet kujdesen më shumë që të rregullojnë ato rrugër, sa fryn njerë për të drita. Për dritat, si që thanë e shokët, ja, ku janë sot? Ja shtyllat që për teja. Ati dhe kabina herët, të kanë dhejmë një javë ata, edhe vajti prapërmente, shkon atje, tjepe. Kemi 25 vjetë që këtu nuk e venduar fare në elektrike në zonë minjerës njërë. Dhe këtu ata vinë, unë jepe një qytë të drejtë, mjete bujësoria për shumë që skrepa që nuk ka elektriku, kërkojnë në bashkia. Bashkia s'ka për e tyre. Tani tjetra. Sa ditë vajtë pa energi? Po 3 ditë pa drita, 1 ditë me drita. 3 pa drita kemi 6 ditë, se si majnë... Janë kur apo jo? Qa ju kam ta? Ku të ngojsh? Këtu po, drejtoria e përgjithshme elektrike, drejtorët nuk japin furnizim këtyre. Këta mjetët s'kanë, furnizim s'marrin, që dhe bej? Vadi vazhë, ne nuk e kemi problemi vetëm këtë një javë që jemi pa drita, po ne kemi kusure 30 vjetë kjo punë kemi. Një qikë herë të fryjnë e pa drita jemi. Një pikë shi të bjerë, për një javë na vinë dritat. Kemi 2 kg mish në frigorifer, ato prishen, aqja është ekonomia jonë. Zona jonë është zona më lem pasdore në shumë drejtime. Për rrugë problem, për drita e lem për investimet të tjera kush i kërkon. Njësia administrative luftin, por edhe Buzi, ne kemi të njëjtën linjë elektrike. Është bërë që në vitet 70 dhe ka degraduar komplet. Hadhe dhe problemet janë të shumë, da i përmendëm pak para folsit. Në rast se ne llogarisim afatin kohor, për një vit, 8 muaj jemi me drita, 4 muaj jemi pa drita, duke i llogaritur në orë. Aktualisht kemi një javë pa drita. Prandaj, institucionet përkatëse duhet të vendor dhe të bëj një projekt për një linjë të rregullt për këtë zonë. Se është një zonë e tërë, janë 2, një krahin, po janë 2 njësi, Buzi dhe
Luftinja. Janë të dyja që kanë shumë probleme me energjinë elektrike. Plus kësaj, ne nuk kemi dhe tensionit të plot. Ne na vjen në për familje 160 volt, nga 220 që është normalja. Dhe na digjen pajisjet, pra kemi shumë efekte negative. Është shumë e vështirë në unë Qerqiza Ahmeti në fshati Rabia. Jemi një fshat me rreth 12 familje që banojnë në fshat. Neve nuk kemi as drita as ujë. Drita sa herë që fryn në erë, një herë e vogël, një herë një diçka nuk ngelim pa drita. 4-5 ditë, një javë, rruga nuk kemi as rruga as gjë fare. Mësosat ja ku jam mësosat po rrinë këtu, shkolla është mbyllur, se s'kemi rrugë. Jam mësuesi ku është aty. Mësuesi fëmijët po rrinë në shtëpi, pa drita, pa rrugë, pa qeveri. Faleminderit. Fshati Rabia. Edhe herë parë s'kam drita, s'kam ujë, s'kam rrugë. Gjitha i kemi zero. Sa keni pa drita në fshat? 3 ditë, 4 ditë. Kam theru vicin atje mu prish mishi. S'kam ku e qoj. E kisha për quar poshtë për sot, shikoj e vetë kohët. Ose hajde të marri me mushk lartë me këte shokun, të qojmë atje shikoni. Dërsa një numër varkmale ndryshme shtrihen për gjatë anës lindore të Shqipërisë, Bregdeti sa ju perëndimore shtëpia e plazheve paraërësore. Ku dielli shkëlqen dhe çadrat ofrojnë hijen e nevojshme për turistët, sipas një artikulli të botuar në revistën globale, ndërsa plazhet e saj me rër kanë qenë një sekret për një kohë të gjatë në krahasim me fëmijët më të njohur se Kroacia dhe Greqia, Shqipëria po shndrohet një romancë verore që nuk do ta harroni kur. Këto dy plazhe janë porta për në rivierën shqiptare në skajën verior të saj dhe 23 plazheve më të mira në Shqipëri. Vlora e vendosur pak më shumë se 90 milja nga kryeqyteti shqiptar. Tirana është një qytet port ku detet Jon dhe Adriatik takohen dhe shkëmbin shtrihen përgjatë Bregdetit. Himara, një tjetër fshat në rivier, ofron dy atmosfera të ndryshme. Përveç të qenit një vend pushim popullor plazhi, ka një fshat i qetë ku jeta vazhdon prej kohësh. Saranda, qendra e madhe e turizmit në rivierën shqiptare, është gjithashtu një nga destinacionet më të njohura në Ballkan, me një atmosferë që shpesh ndjehet i ngjashme me atë që gjendet. Buneci në Sarandë të tërheq me dritat e ndezura dhe atmosferën festive të fqinjit të tij jugor. Ishujt e Ksamilit, ky arkipelag 12 milje larg Sarandës, është shumë më shpejt dhe më thjesht se një imazh kartoline. Dërmiu padyshim mbetet një nga plazhet më të mirënjohura. Bashkitë shqiptare mund të përfitojnë Wi-Fi publik falas nga Bashkimi Evropian. BE ka hapur një thirrje për të gjitha bashkitë në Ballkanin Perëndimor që të aplikojnë prej datës 28 mars deri në 28 prill për përfitimin e hotspoteve Wi-Fi falas. Numri i bashkive përfituese do të jetë 500 në të gjithë rajonin. Pikat e aksesit Wi-Fi do të instalohen në hapësira publike si sheshe, parqe, biblioteka, muze dhe shkolla, duke ofruar akses falas dhe të qëndrueshëm në internet për banorët dhe vizitorët. Bashkitë pjesëmarrëse do të marrin mbështetje gjithëpërfshirëse duke përfshirë furnizimin dhe instalimin e pajisjeve Wi-Fi, shërbimin e internetit dhe mirëmbajtjen. Në këmbim, bashkive u kërkohet të angazhohen për ruajtjen e shërbimit për te periudhës fillestare të financimit, duke siguruar qëndrueshmëri dhe ndikim afatgjatë. Nisma do të financojë plotësisht instalimin e një pike aksesi Wi-Fi në një vend publik të zgjedhur nga bashkia. Dalemi tashmë në një blok informativ nga bota. Washingtoni ka hedhur poshtë propozimin e presidentit rus Vladimir Putin për të vendosur Ukrainën në kontrollin e përkohshëm të OKB-s derisa të zgjidhet një qeveri kompetente, duke cilësuar atë si një shkelje të kushtetutës ukrainase. Përgjatë një fjalimi, Putin sugjeroi se një administratër kombëtare mund të ndihmonte stabilizimin e vendit përpara negociatave për një traktat paqeje që do të jepte fund pushtimit rus tashmë në vitin e tij të 4. Megjithatë, një zëdhënës i Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Shtëpisë së Bardhë se qeverisja në Ukrainë përcaktohet vetëm nga ligjet dhe kushtetuta e saj. Reagimet nga Kiev ishin të ashpra, me këshilltarin presidencial Dmytro Litvin që ironizoi në X se Putini mund të ketë nevojë për pilula për të nisur aktivitetin e tij të trurit, nëse nuk e di me kë duhet të flasë për paqen. Deklarata e Putinit vjen menjëherë pas një samiti të organizuar nga presidenti francez Emmanuel Macron, ku shqyrtua mundësia e dërgimit të trupave europiane në Ukrainë për të siguruar një marrëveshje paqeje.
Niveli i mbështetjes nga Shtetet e Bashkuara do të ndikojë drejt për drejt në numrin e vendeve europiane që do të mund të dërgojnë kontingjentet e tyre ushtarake për të vendosur në Ukrainë. Kështu ka deklaruar presidenti Volodymyr Zelenski përgjatë një konference për shtyp pas një takimi në Paris mbi mbështetjen për Ukrainën dhe sigurinë në Europë, ka raportuar Ukrfarm. Ai theksoi rëndësinë e bashkëpunimit me SBA për të garantuar sigurinë e Ukrainës dhe për të forcuar praninë e aleatëve europianë në terren. Zelenski sqaroi se ende nuk ka patur diskutime të drejtpërdrejta me SBA për dërgimin e një kontingjenti ushtarak, por e ka theksuar nevojën për një sistem të përhershëm të mbrojtjes ajrore. Nga ana tjetër, presidenti Emmanuel Macron njoftoi se një grup oficerësh ushtarak franko-britanik do të dërgohen në Ukrainë për të përcaktuar formatin e trajnimit të ushtrisë ukrainase në të ardhmen. Sipas një deklarate nga junta e Myanmarit, numri të vdekurve ka arritur në 1002 dhe të plagosurve në 2376, shumica e viktimave regjistruar në Mandalay, qyteti i dytë më i madh i vendit. Dy nga qytetet më të mëdha në Myanmar, Mandalay, shumë afër epiqendrës së tërmetit, dhe Yangon, ka mbetur pa energji që nga fillimi i së shtunës tonë banorët për BBC. Rrjetet e komunikimit janë gjithashtu jashtë shërbimit. Një ekip prej 37 shpëtimtarësh nga Kina mbërriti në Yangon në agim duke mbajtur pajisje dhe ilaçe të avancuara, ka thënë ambasada kineze. Rusia njoftoi se kishte dërguar 120 shpëtimtarë me përvojë, me qenë të trajnuar posaçërisht si dhe mjek për të trajtuar të plagosurit. Presidenti amerikan Donald Trump njoftoi se kishte kontaktuar me zyrtarë në Myanmar, duke siguruar se Washingtoni do të ofronte ndihmë, por pa dhënë detaje të mëtejshme. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ lajmesh. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë mirëpafshim.